Tunë gjatë jeta uroj t'jeni mirë. Sonte luan Shqipëria me Serbinë në futboll, por ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve ka dhe histori të tjera shumë të rëndësishme spionazhi, të cilët kanë tronditur Prishtinën, por jo më pak edhe Tiranën, e cila në heshtje dhe në ankth ka parë dhe ka monitoruar se çfarë ka ndodhur në Kosovë, në Prishtinë, pikërisht në arrestimin e spionit serb Fatmir Shaholli në prezencën e gazetarit shqiptar të Kosovës, pra Milaim Zeka, duke pirë kafe në hotel Prishtina në Kosovë. Çfarë është duke ndodhur? Çfarë është arrestimi? Çfarë tregon arrestimi i Fatmir Shahollit? Çfarë paralajmëron ai? Cilat janë agjenturat që po lëvizin në trojet shqiptare dhe në Ballkan? Përse ky moment i arrestimit dhe i nxjerrjes së spionëve apo i poliagentëve si Fatmir Shaholli, i biri i Malish Shahollit, njeri i Serbisë në Kosovë, i ekzekutuar në janar të vitit 1997, mendohet se nga Zahir Pajeziti apo jo, i cili gjithashtu ish komandanti legjendar i UÇK-s, është vrarë, gjithashtu është ekzekutuar, po në janar të 1997, i vim pak më poshtë. Çfarë tregon arrestimi i Shahollit? Përse në këtë moment si janë trembur agjentët e UDB-s serbe këtu në Tiranë? Ku janë ata? Cilët janë ata? Cilët janë emrat e tyre? Në ç'është pozicione gjenden? Si kontrollojnë ekonomi, media, politik, gazetari e sektor të tjerë rjetik? Përse nuk ka patur ndonjë zhurmë të madhe në Tiranë, përveç se në disa portale apo në 7 minuta që kishte rezervuar Blendi Fevziu në një bisedë me Berat Buzhalën për arrestimin e Fatmir Shahollit. A janë trembur agjentët e Serbisë në Tiranë, cilat janë përplasjet e agjenturave që po ndodhin tashmë në Ballkan? Dhe kush është roli i këtyre agjenturave në hapjen tashmë të dosjes se një ish spioni apo spioni aktual, ish poliagent si Fatmir Shaholli, spion babir i një spioni. Pra se spionët shkojnë brez mas brezi, nuk dalin dot. Sa spion serb ka në Kosovë? Cilët janë spionët e Serbisë në Shqipëri? Kur kanë hyrë? Si kanë hyrë? Si janë rekrutuar? Sa është numri i tyre i vërtet dhe në cilat pozicione gjenden? Çfarë fshihet pas vendimit të Gjykatës Speciale të Kosovës, Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe kryeprokurorit të saj, për të nxjerrë pikërisht në këtë moment flet arresti për Fatmir Shahollin. Unë heshta për disa orë, në fakt prita, jo rastësisht prita sepse ne na ndjekin, këtë kanal e ndjekin shumë, dhe unë prita jo rastësisht, jo pa qëllim, prita përpara se të flas, të dëgjoj se çfarë do thonë mediat e Tiranës dhe pikat e saj strategjike të informimit të shqiptarëve. Pjesa kryesore e mediave të Shqipërisë, bashkë me studiot e prime time-it, e kanë trajtuar shumë lehtë, vetëm ka limthi pak tek Fevziu, pjesa tjetër as nuk ka piptir, as nuk e ka prek me gojë. Pse? Kjo ishte arsye që unë të kuptoj se si lëvizin pllaka tektonike të spionazhit serb në Tiranë, sa herë flitet për arrestim të spionëve serb në Kosovë. Sigurisht, opozita e Kosovës ka shkuar dhe ka thënë se Kurti e ka bërë këtë sepse kemi nesër zgjedhjet lokale dhe do të marr pikë politike, do ta përdor politikisht e njëra tjetra. Për te i kësaj që edhe mund tjetë dhe është legjitime krejtësisht përdoret çdo lloj arme për të fituar pikë përpara zgjedhjeve dhe kushdo që ta ketë arrestuar një spion apo një poliagent i lumt pushka kushdo që të ketë qenë. Çështja është që ne duhet i hymë pak në të thella dhe të kuptojmë pse në këtë moment po hapet kjo, kush po i lëviz këto dosje, kush po i spastron dhe përse në këtë moment dhe përse janë trembur spionët e UDB-s, udbashët e Tiranës, përse janë në ankth, përse flasin në mënyrë të mekur, përse bisedat e tyre janë të paqarta, përse janë të trembur,
përse janë të hutuar kur flasin, pse gjuha e tyre e trupit, body language, flasin për çështjen e shahollit, flasin si të mekur, flasin si të zbeht në fytyrë, flasin jo të qartë, i lidhin gjërat me situata alogjike për të krijuar përshtypjen se shiko, nuk ka ndonjë gjë e madhe, është arrestuar një spiun i cili pas ka bërë namin në Kosovë, ecka në mes të rrugës, drejto ka institucione, drejto ka pika të rëndësishme, tako ka deputet, gazetar, president, pas ka qenë filmu me Hashim Thaqin, fotografu me gjithë, dhe me pjesën tjetër, si lidhet kjo me gjyqjen e ish ushtarëve të UÇK-s? Këtu duhet kuptojmë, vëllezërit e mi në Kosovë dhe ju në Shqipëri, ju të Kosovës jeni më të informuar për çështjen shaholli, por po e bëj kaq të detajuar sepse këtu në Shqipëri nuk e kanë idenë çfarë ka ndodhur. Është arrestuar një poliagent i quajtur Fatmir Shaholli, se këtu në Tiranë nuk para i marrin vesh lajmet e Kosovës, nuk para i intereson shumë, sepse media këtu ka shumë pralla për t'u tregu dhe Kosova është kur t'i vi radha, ose maksimumi t'i bim t'i fusim sherr mes shqiptarëve, vetëm për këtë flitet për Kosovën. O t'i fusim sherr, ose t'i bim qeverisë në Kosovë, ose t'i themi po na prishim me Amerikën, ose t'i themi që ata janë race poshtër, këtu janë race poshtër, atje nxjerrin njerëz që thonë për ne shqiptarët jemi race poshtër, këtu nxjerrin njerëz që thonë për Kosovën janë race poshtër, që të shqym njëri tjetrin, dhe ky është tipari kryesor i një aktiviteti tipik agjenturor. I themi miqve në Shqipëri, në vëllezërve dhe motra, që është arrestuar një poliagent, për ju që shihni vetëm futboll dhe nuk dini gjë për Kosovën, që quhet Fatmir Shaholli, poliagent prej kohëve i zbuluar dhe i njohur botërisht në Kosovë si agent i Serbisë, ky bashkë me babën e vet, dhe ka arrestuar prokuroria me një flet arresti kur ka qenë duke pirë kafe me Milaim Zekën në hotel Prishtinën. Milaim Zeka ka dalë dhe ka thënë se i mekur edhe ai i hutuar, goxha i tronditur, sepse nuk dote dhe nuk e ka pëldinte dot Milaim Zeka që pse pikërisht ta arrestonin me Milaimin duke pi kafe. Milaimi është njeri i shërbimesh, njeri ambasadash, njeri i opinionit, i gazetarisë dhe i politikës, ka lidhjet e veta, dhe është pozicionu agresivisht kundër Kurtit në Kosovë dhe është pjesë e oborrit të gazetarëve të cilët e akuzojnë atë Kosovë dhe qeverinë e Kosovës, pjesë e këtij korit po na prishni me Amerikën, Amerika. Tani, Milaim Zeka, që është pjesë e studiove të Tiranës bashkë me Baton Haxhiun, bashkë me Buzhalën, bashkë me të tjerë, Buzhala është pak më dinak, është pak më i tërhequr dhe luan, si ta themi, agresivisht kundër Kurtit, por mbulohet shpesh, duke bërë tërheqje taktike. Haxhiu është më agresiv, Batoni, që ka birin e tij, i merr 6.000 euro punon tek Shiku shqiptar që drejtohet nga një shtetase shqiptare e Kosovës. Këto janë të prezent çdo natë, ke Grida Duma, tek Fevziu dhe tek Qimpeka. Janë kryesorët, Baton Haxhiu kryesisht është ke Qimpeka bashkë me një pjesë tjetër të enturazhit, kurse pjesa tjetër janë Top Channel, janë ke Grida, ke studio e Gridës, ke Fevziu, ke Ylli Rakipi dhe kudo. Tani, çështja është që unë po i monitoroja me kujdes se çfarë do të bëjnë dhe çfarë do të thonë dhe heshta, sepse ata na shohin, ju thash. Heshta të shoh çfarë do të bëjnë dhe u mora me tema të tjera, u mora me gazën, me Iranin, me spionët, me lobin serb në Washington, me këtë, me lindjen e mesme, me Ukrainën, me Kinën. Reagimet e Tiranës ishin sikur i kishte hyp temperatura 42 gradë, fa goja, fa pushtyma. Pse? Sepse agentët e UDB-s në
media, gazetari, në politik, në financa dhe në biznes në Shqipëri, janë të trembur se mos vallë kanë nisur një fushat e re amerikane për të spastruar Kosovën dhe Shqipërinë nga agentët e Serbisë në kohën kur po intensifikohet përplasja me Vučićin dhe me lojtarët e Putinit në Serbi. Sepse Fatmir Shaholli, poli agent spiuni i Serbisë, ka marrë gjithashtu 600.000 euro, është paguar nga AKI-ja, Agjencia e Inteligjencës Kosovës, pra nga Shiku i Kosovës, është paguar me 600.000 euro, por pagesat janë bërë nga ish drejtuesit e shërbimit informativ të Kosovës, të cilët kanë qenë të emëruar nga Hashim Thaçi dhe nga PDK-ja e aso kohe. Parat, ky bashkë me Jet Axharën kanë marrë për të bërë spionazh dhe aktivitet agenturor, sipas tyre i ditur dhe i rekrutuar si një njeri i shërbimeve serbe, por i ngarkuar me detyrën e poliagentit dhe të spionit të dyfisht, të cilët kanë nevojë për fonde dhe hynë, i raportojnë të dyja shtetet, janë informator për të dyja shtetet, ky është poliagenti, dhe momentin që ky i kalon vijat e kuqe dhe shkel strategjin dhe sigurin kombëtare të njërit prej shteteve që e ka rekrutuar, ai arrestohet. Ky standard në shërbimet amerikane, britanike, gjitha shërbimet perëndimore. Shërbimet jugoslave kanë pat 13 lloje shërbime sekrete në Kosovë, pra në ish Federatën Jugoslave, dhe kanë të gjitha dosjet e të gjithë agjentëve shqiptar që kontrollojnë dhe i kanë të infiltruar në të gjithë sistemin politik, ekonomik dhe të gazetarisë në Kosovë. Ato dosje janë të dubluara në 6 kopje që gjenden në Bosnjë Hercegovinë, Sloveni, Maqedoninë e Veriut, në Serbi, dhe një pjesë e ish agentëve të cilët kanë qenë bashkëpunëtor të ish Jugosllavisë dhe të shërbimeve sekrete jugoslave, kanë thënë që ato janë në dorë të Serbisë dhe të Beogradit, dhe Beogradi mund t'i manipulojë listat si të dojë vetë, demek po e pat që na doli emri tek ndonjë dosje e tyre, do të thotë që ne mund na kenë fut për të na bërë dëm. Tani çfarë ndodh me agjentët dhe poliagentët? Në dosjen e këtij Shahollit në Shik për marrjen e 600.000 eurove, del kalimthi edhe emri i Behgjet Pacollit, i cili ka marrë 300.000 euro gjithashtu, por zoti Pacolli ka thënë që këto janë para që janë marrë për lobim, janë marrë për të lobuar, pra për të ndihmuar Pacollin të bëj lobim në emër të interesave të Kosovës për rritjen e numrit të njohjeve për Kosovën, pra takime ndërkombëtare, karburant për aeroplanin, biseda lobinge për të rrit numrin e Kosovës. Dhe në qoftë se, ka thënë zoti Pacolli, do të jetë e nevojshme që të jap dëshmitë e mia lidhur me këtë çështje, unë jam i gatshëm që të deponoj gjithçka kërkohet. Duket qartë që përplasja dhe lufta e shërbimeve në rajon është bërë agresive. Pse? Duhet keni parasysh diçka. Sa më shumë të rritet intensiteti i përplasjes gjeopolitike dhe sa më shumë të afrohemi drejt konflikteve të armatosura, aq më shumë shërbimet sekrete i djegin lojtarët dhe ushtarët e palëve kundërshtar. Respektivisht, në këtë rast, ndodhi me poliagentin spionin Fatmir Shaholli. Fatmir Shaholli mjafton të bëni një çek, një kontroll në të gjithë Google-in apo në YouTube, ju do të gjeni se ky personazh ishte në çdo media të Kosovës, ishte analist, jepte mend, madje shkonte deri aty sa që thonte Milan Radojčić është buri mirë dhe është njeri të cilit duhet t'i japim një shans të provojë pafajësinë e tij. Është buri i besës, është njeri që ka lindë Kosovë, është njeri i mirë,
ka Burnika, dhe këto bëheshin në kanalet e Kosovës. E njëjta gjë bëhet në Shqipëri. Mbrojtësit dhe agentët dhe poliagentët e Serbisë, të cilët ju kam thënë prej kohësh, prej muajsh, bërtasin tër ditën Amerika, dhe kujdesni se po na prishni me Amerikën, kujdesni se Amerika kështu po na hikën Amerika. Këta janë të gjithë spion të Serbisë. Pse? Sepse loja numër 1 e agenturave apo e poliagentëve është hapi numër 1 që bëhet akuzo kundërshtarin për diçka që je duke e bërë vetë. Dhe kjo është një mënyrë për të mbuluar hi dhe për të hedhur hi syve opinionit publik, por edhe për dekonspiruar lojën e shërbimeve. Duket qartë që rritja e nxehjes së temperaturës, nxehja e temperaturës në konflikt ballkanik të mundshëm ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, armatosja e gjitha palëve, rjeshtimi i aleancave strategjike, ushtarake, aleanca shqiptare, kosovare, Shqipëri, Kosovë, Kroaci, Sloveni, ndoshta dhe Bullgari, dhe përplasja e shërbimeve kanë sjell djegjen tashmë të ushtarëve. Djegja e Fatmir Shahollit, këtij spionit të Beogradit, që është arrestuar duke pirë kafe me Milaim Zekën, i cili ndje që ishte në një pozicion jo komod, sepse është nga sulmuesit më të mëdhej të Albin Kurtit dhe të narrativës sovraniste qeverisë Kosovës, tha pse arrestuan kur piu kafe me mu dhe nuk arrestuan në 3 të natës. Pra Milaim Zeka nuk thot pse gjendet ai me të në kafe, por thot pse e arrestuan kur ishte në kafe me mu dhe nuk e arrestuan kur ishte duke flet gjumë shtëpit vetë. Për shembull, Fatmir Shaholli mund të pinte kafe edhe me mu, me Krishnik Osmani, por unë se kam i den, s'ka për çka kafe të pija i me mu. Milaim Zeka tha, ka pi kafe me mu, sepse ky pinte kafe me të gjithë. Dhe unë kisha për t'i dhënë ca informacione, apo kisha për t'i marrë ca informacione. Milaimi luan edhe me dosje, me USB-ra, me përgjime, me kësoj gjëra. Ka patur kohët e fundit edhe një përgjim të një kryetari të një komune në Kosovë duke bërë seks në zyrë, dhe tha nuk e nxora, tha sepse nuk kishte lidhje me interesin publik, thjesht ai po bënte seks për qefin e vet, po që rëndësi ka që po e bënte në zyrë apo jashtë zyre, sepse edhe unë kam bërë seks në zyrë. Tha, por me mend, jo me kështu, me fantazi. Agentët e Beogradit në Tiranë dhe të infiltruar tek mediat e Tiranës dhe tek politika e Tiranës i ka rënë kolera dhe u ka rënë ajo heshtja heshtja e vdekjes. Edhe kur i sheh duke e përshpëritur në zë këtë çështjen e Shahollit, duket qartë që e bëjnë me një lloj ankthi dhe bulza djerse të cilat mbulojnë lehtë lëkurat e tyre të zbehura dhe të verdha. Pse? Sepse ata e din tani që ekziston një frikë tjetër e madhe. Cila është frika e agentëve të Tiranës, agentëve të Beogradit në Tiranë, që dalin natë për natë në televizor dhe përtasin Amerika. Cila është frika e tyre? Frika e tyre është e këtyre të Tiranës, bashkë me ata të Prishtinës, që Fatmir Shaholli, si një poliagent prej kaq viteve, bashkë me babën e tij, Malish Shahollin, të cilin flitet është përfolur se është vrarë nga Zahir Pajezidi, ushtari, ish komandanti legjendari UÇK-s, por e ka ekzekutuar, thot, në vitin janar të 1997 dhe në të njëjtin muaj është vrarë dhe Zahir Pajezidi. Vrasja e Zahir Pajezidit në të njëjtin muaj me vrasjen e Malish Shahollit bën një lloj lidhje e cila të lë të kuptosh sipas spionit që babën e tij ja ka vrarë UÇK-ja. Dhe ai e thot këtë gjithë kohën nëpër mediat e Kosovës dhe paradoksalisht ai është në çdo media, në çdo emision. Kjo tregon që Serbia është
deri në palës të kockës së Kosovës, kudo, në Prishtinë. Unë këtë e di, por po e shpjegoj tani, sepse tani bëhet më e kuptueshme situata. Ajo prezencë e këtij që brithte në çdo studio, në çdo emision, duke kallaisur tenxheret e pista të terroristit Milan Radojčić, burri mirë, dhe shpërlarjes së tenxhereve të zeza të Serbisë dhe akuzimi i shqiptarëve ma ka vrau ÇK-ja babën, ma ka vra shqiptarët babën, do të thotë ju shqiptarët jeni të pistë, jeni terroristë, jeni vrasës, se babën tim që ka qenë spion i Serbisë ma keni vra ju, sepse ju punonit për Serbinë. Sepse tha, ata të UÇK-s që ma kanë vra babën kanë qenë të lidhur me agjenturat dhe shërbimet sekrete serbe. Që do të thotë, baba im u vra që u vra, dhe është spion që spion, iku që iku baba. Tani çfarë të bëjmë? Baltosim UÇK-n. Pse Zahir Pajazidi, si akuzuar për vrasjen e babës këtij spionit, pas ka qenë i rekrutuar nga agjensitë sekrete serbe dhe nga UDB-ja, dhe kështu çfarë bëjmë? Spioni është spion, sepse ka qenë spion dhe e di Kosova e gjitha që ka qenë Fatmir Shaholli, Maliq Taholli, me 7 brezat e tyre kanë qenë të Titos të Jugosllavisë dhe shërbimet të inteligjencës serbe, por në të njëjtën kohë plasim edhe bombën që thotë këtu janë të gjithë të Serbisë, UÇK-ja është e Serbisë, Zahir Pajazidi, legjendari i madh, që ishte një nga njerëzit e parë që kapën armët për liri, një nga emblemat e luftës për çlirinë e Kosovës, hajde ta baltosim. Sepse Beogradi, ku i baltos të gjithë, thot janë të gjithë puset, dhe kështu relativizohet, si themi, miti i luftës çlirimtare të Kosovës. Këtë punë e kanë bërë të gjithë agjentët e Beogradit. Si do t'i dallojmë dhe kush janë? Agjentët e Beogradit në politikën shqiptare janë të gjithë ata, bashkë me median, me gazetarin, bashkë me biznesin, janë të infiltruar dhe janë të futur këtu në Tiranë dhe në Kosovë në të njëjtën skemë. Janë të infiltruar në politikën e lartë, janë të infiltruar në parlament, janë të infiltruar me këshill të UDB-s serbe, tek radhët e partive politike nëpërmjet kryetarëve të tyre, duke i futur, duke i bërë deputet, duke i futur në listat sigurta, dhe që të fusësh njerëzit në listat sigurta, prandaj është ky ligj zgjedhor, mos kujtoni se janë rastësisht këto gjëra. Që të fusësh njerëzit në listat sigurta, duhet merresh vesh me Saliun, me Edi Ramën dhe me Ilir Metën. Dakord? Dhe ata të fusin në lista dhe pastaj ti bëhesh deputet dhe pastaj ngjit shkallët në karrierë. Politika tjetër është me gazetarët. Gazetarët e prime time-it dhe të studiove me influencë në Tiranë. Janë të gjithë ata të cilët relativizojnë dëmin e Serbisë, kanë qenë përkrahës të Edi Ramës dhe të treshës së tranzicionit politik 33 vjeçar të trashëguar nga ish-partia e punës, kanë qenë relativizues dhe mbështetës të Ballkanit të hapur, të ndarjes Kosovës, të shkëmbimit kufive, të shitjes së Trepçës dhe të Ujmanit dhe të shtrirjes autoritetit Kosovës në të gjithë Republikën e Kosovës, duke mbështet narrativën e vllait të Aleksandar Vučićit në Tiranë, Edi Ramës, dhe shokëve të tij në opozit, të cilët i kanë dhënë provat qysh në vitet 97, 98, 99, 95, kur thyen embargon dhe i dhanë naftë Miloševićit, ndërkohë që NATO i kishte bërë embargo dhe furnizuan makinerinë vrasëse të Miloševićit me naftë kontraband nga Tirana, ju i dini të gjithë. Tashmë, kjo na vë përpara një momenti të ri. A janë shqiptarët këtu në Tiranë dhe atje në Prishtinë të aftë të luftojnë me këto klane të frikshme, të cilat kontrollojnë studiot e Fevziut, studiot e Yllir Akipit, studiot e Grida Dumës dhe të gjitha studiot kryesore të Tiranës, me agjentët e tyre, drejtues emisionesh dhe
Agentët e tyre, analistë të ftuar nga këto emisione, të cilët paguhen 400 deri në 800 euro për dalje në emision. Dhe këta kanë pronar televizionesh, të cilët bëjnë aktivitet politik, ekonomik dhe mediatik. Aktivitetin politik e bëjnë duke infiltruar politikanët e ri që i sjellin ke studiot që i kanë pronar televizionet. Aktiviteti ekonomik bëhet shkëmbime tregtare të frikshme në Serbinë, lëndë ushqimore, supermarkete, tashmë kanë hyrë në investime strategjike, në energjetik, në rrjete supermarketesh, në rrjete ushqimesh, mielli vjen nga Serbia, buka vjen nga Serbia, perimet vjen nga Serbia, madje dhe dhent dhe delet vijnë nga Serbia, sepse Shqipëria nuk ka fusha dhe lëndina që të rrisin delet e veta, duhet marrim delet nga Serbia dhe viçat nga Maqedonia dhe nga Greqia. Takova një njëri që ka thertore këtu në Tiranë, më tha Kreshnik, në qoftë se ne na ndodh krizë në Serbi apo në Greqi apo në Maqedoni, Shqipëria ngel zyrtarisht pa mish qingji dhe pa mish viçi, sepse në Shqipëri nuk ka asnjë kokë dhe. Ky lloj sabotimi nëpërmjet pronarëve, të cilët drejtojnë studiot e televizioneve bashkë me drejtuesit e emisioneve, bashkë me analistët, janë agentët e Serbisë, të cilët relativizojnë planet e kryeministrit këtu në Shqipëri dhe afrimitetin e tij dhe normalizojnë narrativën e relativizimit të dëmit të Serbisë dhe të agjenturave serbe në trojet shqiptare. Të gjitha këto agjensi sekrete nuk funksionojnë vetëm me poliagentin spionin Fatmir Shaholli, por funksionojnë dhe kanë hyrë në të gjithë palsën që mban në gjallë kolonat e shtetit shqiptar. Dhe detyra e tyre kryesore është të bërtasin sa më fort Amerika, rroft perëndimi, sepse ky është koveri i vetëm që i mashtron shqiptarët filoperëndimor dhe nëpërmjet të cilit maskojnë filoserbizmin e tyre dhe maskojnë planet e tyre djallëzore për të shitur trojet shqiptare dhe për të hapur terrenin për influencën serbe në Ballkan, në kuadër të plotësimit të ëndrrës së Aleksandar Vučić dhe të Vaso Čubrilović për botën serbe, fillimisht, dhe për dominancën e Serbisë në Ballkan. Bota serbe nuk mund të krijohet pa dominancën ekonomike, politike, ushtarake dhe të inteligjencës së Serbisë në trojet shqiptare. Dhe çfarë bëjnë të gjithë ne që nuk jemi pjesë e këtyre lumrave dhe këtyre pusetave, injorohemi, por fal Zotit dhe fal jush, sot ky kanal është ndër kanalet më të ndjekura në Shqipëri vetëm për një muaj. Angazhim. Ju duhet ta përcjellni këtë mesazh për gjithë pjesën tjetër të shqiptarëve këtu në Shqipëri, në Kosovë dhe në diasporë, dhe ta mbështesni kanalin sepse jemi duke bërë një punë për t'i çerrë maskat të gjithë këtyre agjentëve. Arrestimi i Shahollit nuk është gjë tjetër përveç se hapja e dyerve të ferrit për agjentët e Serbisë të infiltruar në politik, në media dhe në biznes. Tashmë po hapin banka, po bëjnë investime strategjike, po bëjnë resorte me fonde të cilat vijnë nga Serbia, me fonde të cilat kanë lidhje direkte ose indirekte me Serbinë. Kështu kontrollojnë kapitalin, kontrollojnë mediat, kontrollojnë politikën dhe hapin rrugën për dominancën e Serbisë. Në Shqipëri, përveç agjentëve të mirëfillt, të cilët ju i dini kush janë, i shihni çdo natë në televizione, 15, 20, 30 veta janë në të gjithë Shqipërinë, kryesorët, kokat e projektit. I keni natë për natë në studiot e prime time-it në Tiranë, natë për natë. I promovon Fevziu, Grida, Yllir Ekipi, Sokol Balla e kështu me radhë, sepse pronarët e televizioneve janë të lidhur me qeverinë dhe me opozitën dhe kontrollojnë gjithçka për të lënë jashtë çdo qelizë e pa kontrolluar prej tyre, qoftë kjo politike, intelektuale, akademike apo kulturore, sociale. Kjo është gjendja shqiptare. Dhe një bombë tjetër e madhe që duhet ta dini është për ju shqiptarët e Shqipërisë se në vitet 93 deri në vitet 95 në Shqipëri kanë hyrë nga Kosova, nga rruga e Kosovës,
të maskuar me emra kosovarësh 13.000 agent të Serbisë, të cilët sot janë në Tiranë dhe në çdo pikë nevralgjike të Shqipërisë. Këtë mbajeni shënim me 2 vija poshtë. 13.000 agent me emra shqiptar dhe kosovar kanë hyrë këtu dhe kanë patur mision të dekonspirojnë dhe të hynë në çdo qelizë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, këtu në Tiranë dhe në Prishtinë. Të 13.000 agent deri në 15.000 kanë 30 vjetë sot që janë Shqipëri dhe kontrollojnë biznese, kanë dyqane, kanë shitore, kanë bizneset vogla, bizneset mesme, bizneset mëdha. Dhe imagjinojeni ku mund të kenë mritur me gjithë këtë suport dhe me gjithë këtë ekonomi për gjatë 30 viteve. Shqipëria është e kalbur, por loja është hapur sepse nuk mund të rrinë për gjithmonë agentët të mbuluar. Fatmir Shaholli i ka tronditur spionët e Beogradit në Tiranë dhe atje në Prishtinë, dhe loja vetëm sa ka filluar. Lojë e madhe do të vi në vijin, përplasje e madhe do të vi, sepse spionët do të shesin njëri tjetrin dhe do të flasin. A do të flasë Fatmir Shaholli apo jo, kjo mbetet për tu parë. Por nëse është dora e agjensive sekrete aleate, duke qartë që kemi një urdhër dhe një dritare të re për nisjen e operacionit fshesa. Nëse jo, shqiptarët duhet të zgjohen dhe duhet të marrin në dorë fatet e tyre, të kuptojnë lojën dhe të ndërtojnë struktura të cilat i parandalojnë këtij aktiviteti, sepse shteti i tyre, televizionet kryesore, media, politika dhe biznesi kontrollohen zyrtarisht nga Beogradi dhe nga fijet e tij më larg se sa rajoni i Ballkanit. Ju i dini të gjitha kush janë. Urime me fitore kombëtares tonë në Kosovë, në Serbi sot, për ndeshjen e futbollit. Kini mendjen se prapa futbollit, prapa lumturive, prapa orgazmave nacionaliste me futboll e me top e me stadium, fshihen gjithmonë aktivitete spionazhi të mëdha që kamuflohen bukur, lehtë dhe imët në mënyrë që t'i hedhin hi në syve të shqiptarëve. Kaq kisha për momentin. Zhvillime të tjera të mëdha do të kemi në vijim dhe unë do t'i analizoj ato hap pas hapi, orë pas ore, minutë pas minuti, si gjithmonë në këtë dritare. Të gjithë ju që nuk i keni bërë subscribe, jeni të lutur t'i bëni subscribe dhe join kanalit, shpërndajeni, çuani atë tek pjesa tjetër e shqiptarëve, pjesa tjetër informacioneve dhe analizave vijojnë në numër 9.